ju ishit prezent në seancë, pra çështja nuk mundi bë vetëm verifikimi i palëve, për shkak të mungesës së palëve në atë lloj mungese prezence ku ligji nuk lejon vazhdimin e gjykimit, seanca u shtyr për në një datë tjetër, në datën 21, mos gaboj, ora 10:30. Pra, sot nuk kishte në zhvillim përveç se konstatimit të mungesës së kompanisë Home Plan dhe mbrojtësit dhe njoftimit jashtë procedure, domethënë jashtë afatit, që përcakton ligji të zotit Berisha. Keni koment për dorëheqjen e paraqitur nga gjyqtarja Elsa Ulliri para 10 ditësh nga seanca? Pa ishte në seancë. Ka bërë kërkesë. Çfarë ka paraqitur? Tash dëgjoni këtu, sa kohë që një gjyqtare bën muhabete paraqetë për korridore dhe vjen drejton seancën, këto janë historira të tejkaluara. Nuk e të lutem. Përdisa s'kemi, jo, unë s'kam koment sepse unë nuk e di këtë fakt. Ajo sot doli dhe ka drejtuar seancën gjyqësore. Dhe unë mendoj që nëse ja një sekondë oketi. Unë mendoj që 10 ditë përpara që është bërë kjo kërkesë, që thoni ju, kjo nuk duhet lënë të vinte dita e gjykimit, pra do të marrë një vendim. Dhe unë besoj që nëse është bërë, edhe vendimi për mospranimin e saj duhet jetë marrë. Me një arsyetim, po flasim.